I gjithë territori i qarkut Kukës është përfshirë nga rreshtje shiu me intensitet të ulët, ndërsa në zonat e larta malore nga dëbora. Subjektet kontraktore kanë vjuar punën pa ndërprerje për pastrimin e rrugëve nga inertet, tumbinat dhe dherat e rëna, duke garantuar qarkullim normal. Të gjitha akset rrugore nacionale sipas Komisionit të Mbrojtjes së Civile pranë prefekturës Kukës janë plotësisht të qarkullueshme. Furnizimi me energji elektrike është i garantuar në të gjithë territorin e qarkut me përjashtim të njësive administrative Zapot, Qishravec dhe Topojan në bashkinë Kukës, ku vijojnë ndërprerjet. Furnizimi me ujë të pishëm realizohet sipas orave të përcaktuar nga Detyria Rajonale e Usjes Kanalizimeve Kukës. Të gjitha shërbimet operacionale ndodhen në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme në rast përkeqësimit të kushteve atmosferike apo shfaqje të problematikave të papritura me qëllim garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe mbajtjen funksionale të infrastrukturës kritike. Nga bashkitë Kukës, Has dhe Tropoj deri tani nuk raportohen problematika apo situata emergjente shëndetësore tek popullata.